Një mërgjimtar çdo vit e thërriste nënën në telefon, në të njëjtën ditë, në të njëjtën orë. Ishte zakoni i tyre i shenjtë. Ajo priste pranë dritares. Ai priste të dëgjonte alo, bir, por një ditë telefoni u përgjigj, dhe në anën tjetër nuk ishte më ajo. Një zë i ri, i dridhur, tha: "Jam besa jote, ajo s'është më, por la një kaset për ty." Burri mbeti i ngrirë. Zemra i rahu fort, sikur koha të kishte ndalur. Zëri i vajzës u shua, dhe më pas filloi kaseta. Një zhurmë e lehtë, si frymëmarrje dhe pastaj, zëri që njihte më mirë se çdo tjetër. Biri im çdo vit prisja t'ja dilja edhe një herë të ta dëgjoja zërin. Edhe pse s'mundem më, unë jam këtu, në çdo përshëndetje që s'patëm kohë ta themi. Ai u ul në dy sheme, me duart që i dridheshin. Në prapavi dëgjohej ora e vjetër që tik takonte ende, si kujtimi i fëmijërisë. Mes lotësh përshpëriti: "Nën, unë s'të thirra dot këtë herë, ti më thirre mua." Zëri në kaset vazhdoi, i butë dhe i qetë. "Nëse dëgjon këtë, dije se të kam ndjekur në çdo hap, në çdo frymë që more larg dheut. Se di sa vjet kanë kaluar, por as koha, as largësia se shuan nënën." Ai ngriti kokën, syt ju mbushën me dritë. Dritarja ishte hapur dhe një erë e lehtë fryu nëpër dhomë, duke lëkundur perdet si duar që përkëdhelin. Ai i tha me zë të ngjirur: "Tani e ndjeva, nënti nuk ishe kur larg." Në fund të kasetës u dëgjua përsëri zëri i saj, më i butë, më i qetë: "Biri im, nëse ndonjëherë të mungon zëri im vetëm mbyll syt, do të flas përmes kujtimit." Ai uli kokën, vendosi kasetën pranë zemrës dhe përshpëriti: "Tani mund të dëgjoj përgjithmonë." Drita tu fikën ngadalë dhe në heshtje, në atë dhomë të vogël të mërgjimtarit, u dëgjua sërish ajo frymëmarrje e butë nga kaseta, sikur nëna ende të ishte në anën tjetër të linjës, duke thënë për herë të fundit: "Mos mbyll, bir, jam këtu."